أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dersin e fundit e sqaruam ajetin e Ramazanit. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu. Dhe tregum do ngjarje që kanë ndodhur dhe më në fund të përfundum me atë se edhe para nesh popujt para nesh e kanë pas obligim me agjëru, sidomos krishterët, pse janë ballafaqur me vështirësi të dimrit apo verës, e kishin bërë statike muajin e Ramazanit. Unë në atë ders kam thënë në vjeshtër gabim, në pranverë ishte e sakta. E mapa si dëmshpërblim për atë gabim që e kanë pa, i kanë shtu edhe një 10 ditë. Mapa një mbret erdhi, ishtu edhe një javë, gjali vet ishtu edhe një 3 ditë. Kështu që u bë pak si loj çështja e agjërimit te sheriatet e kaluara. Mi po me lejen e Allahut sheriatin ton deri në kiamet do vazhdoje kështu. Me kalendarin hënor e bëjmë hesab me hanën kur vjen, kur shifet kudo që të jetë në botë, mezhebi Hanefi ashtu e ka. Ikhtilaful metali' i thënë kësaj. Nuk do të thotë në Maqedoni ta shohësh, në Tetov, tipisht minare ta shohësh, po kudo që të jetë në botë, nëse është pa, për neve Hanefit hyn muaji i Ramazanit. Dhe ndonjëherë ndodhin kësi diskutime. A o Ramazan nuk o Ramazan hoxha? Kur ndodhi? Bashkët Ramazan ndodhi. Unë kujtohet edhe para disa Ramazaneve, një 10-15 vjetë ka ndoshta, edhe atër ndodhi që shuni mos marrveshje. Një shtet thot se e kemi pa, nuk do të thot se duhet me njerë trosh me i besu. Bashkësia jonë islame shqyqër Allah, te ka atë kalendarin e vetë, neve atë respektojmë dhe që atër fillon Ramazani për neve. Nëse dëmsomi pitash, jo ka kësi mendimi, jo bën edhe ashtu, bëjka edhe këshu, ndoshta nipave tonë dvalam dë një Ramazan qeqesht. Ka pranvera, ka vjeshta, ma pa djashtëm e një 10 ditë. Ka edhe do raste tjera, po nuk du me hy shumë në detaje. Sonte inshallah do vazhdojmë edhe pak të flasim për bereqetin e Ramazanit. Ulemat e tefsirit kanë thënë, Allahu Teala, Rasulullah ton sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ja ka bë farz agjërimin në fillim para se me u bë farz në muajin e Ramazanit. Fillim e kishte farz, kanë thënë disa dietar, ditën e Ashuras dhe 3 ditë nga çdo muaj, do me thënë të 13-ën, 14-ën edhe të 15-ën. Atë agjëronin muslimant derisa zbret që ky ajet që e lexuam dersin e kaluar, Allahu Teala ku thot ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, tash wa kanë bë juve farz muajin Ramazan, shehru Ramadan alladhi unzila fihi alquran. Dhe kjo ka ndodhur disa ditë para luftës së Bedrit. Mirë. Dhe kështu që më pas asaj dite muslimant 30 ditë apo ndonjëherë 29 ditë, varësisht si kap muaji, e agjërojnë muajin Ramazan. Disa ulema kanë folë lidhje me kuptimin e emrit Ramadan. Besoj se edhe në xhamat kemi dëkushi që e kanë Ramadan. Mi po për fat keq ne i themi ose Ramçe ose Dani. Duhet me i thënë Ramadan. Tamam. Derisa është razi nuk na shkruhet gjynaf, hajt. Ama mapa gjenerata tjera kompleksohen të përdorin këto emra të bukura. Xhamat emën më të bukur se Ramazan, se Recep nuk kishte xhamat. Ama Recepit i tham Xhepi, ku e di Xheki, më falni tash nëse ofendoj dikë. Ramazanit i tham Dani, ku e di Muhamedit estakfirullah këtë, jo. Ato që e din, ati të voglit ja kam shti emrin Muhammed, elhamdulillah. E në tash njëni pitalebeve, o muki i tha estakfirullah. Tash bolone hyna në gjynaf, gjema 30 vjetë shokun më të ngusht e thira me këtë lagap, se nuk e kam ditë. Këto lagape, këto shkurtesa të emrit, derisa e devijojnë
emrin e bukur, sidomos emrin e shenjtë të pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Jo me xhamat. O vetëm ta përmendish atë emër është sevap. Veç sevap hysh, ani se nuk ka jalis pejgamber. Emrin e atij e përmendish, sevap hym apo. Prandaj ja këtu pin Ramadan na kujtojnë pak emrat e bukura të vjetra me i kthye. Se më kujtohet një haxhi na e ka tregu këtë muhabet kur kanë shkuar në Haxhilek. Dhe zateken atje me haxhilerët e Shqipërisë. Vëllezër i kemi ato, kështu keq kuptime s'dua. Mi po ato pak ma herët se ne fillum me këto emrat. Ramadan, Recep, të shuhen ato emra, filloj njerë për andej. Ma pa një satelit kapi për Maqedoni andej, i shikum do programe televizive të atyne, sa që erdhen edhe në palatin tonë të kulturës apo në ploshtat aty, bënëm programe, dhe ne me njerë mas atyne programeve dhe normalishti. Për 24 saat dhe 12 saat nëse i kalush në ato programe, dingjojsh ato emra, me ato emra dhe të nëcohet veshit, dhe dush mapa e vajzës tanë dhe t'ja vëndesh atë emra. Ako kuptimi nuk ka. Nese të kthemi, haxhilerët tonë këtu, Tetovës, haxhilerë të rëndë, shkujnë, zateke në gjenë qabe, në Mekje, me haxhilerët e Shqipënisë. Tash duhet njoftohen, selam aleikum, aleikum selam. Ta jemnin haxhia jon Adem, Adnan, që Ramadan, atë përmendi dhe një emën tjetër, ajtë gjematin, mashallah, mbaj 50 vjetë, elhamdulillah, ato jemë në janë. E tash vjen puna ato të Shqipërisë të prezentojnë, fillojnë me ato emnat. Nuk dua keq kuptime, prandaj nuk dhe përmendi emra. Edhe ka 2-3 shkronja, 4 shkronja. Këthen haxhia jon i thot, gjonve këto emna caullësh. Ai aty haxhia 80 vjetë, apo. Ulemat kanë folë lidhje me emrin Ramadan. Disa kanë thënë, shkronja Ra i referohet kuptimit Ridvanullah. E në Ridvan kemi emën, Ridvan. Kënaqësia e Allahut, shife sa emën i bukur. Kënaqësia e Allahut. Ti nëse gjalit inshallah t'ja vendosh emrin Ridvan dhe mos të ta thirrin Ridi, të ta thirrin Alis Ridvan, inshallah rritet me atë emër apo. Shkronja e dytë, Mim, do me thënë, shkronja M i referohet kuptimit Mehabbetullah, dashnisë së Allahut. Ulemat, më sa vite adhurim, më sa vite të dijes, në fund, disa për aty në kanë ardhur në konkluzion se këtë qenë kanë ato tonat, me ibadete, me libra e me dije, këtë qenë kanë fillim Allahu na ka dash neve, që ki mahabeti Allahit ka ndodhë, që neve u lidhëm dinin e Allahit. Qka kam une ma tepër se dikushi që sonte dhe pjera ki? Kur qos kam ma tepër? Caktimi Allahut, Allah i ka dasht, unë e t'jem këtu, ti bëjmë ibadet Allahut. Edhe për ty, edhe për gjithë xhamatin vlen e njëjta. Prandaj nuk është mirë me e pa veten manat se tjetri. Allah i t'ka dasht edhe pik, dhurat e Allahut edhe pik. Po gjika faja i tjetri mos hyn aty, shfrytëzoj be Allah i don që ta ka bën nasib tutje safin e parë në xhami elhamdulillah. Ene kjo punë, mahabet. Te ne ka deviu një shkronjë, vetëm apo muhabet apo. Neve pin mehabet, muhabet e kemi bo dhe ja kemi ndru pak edhe kuptimin. Muhabet për shembull themi më bëjnë ju agjen bas muhabet. Apo? Ha? Më bëjnë muhabet, apo? Që diari, ha? Kërkoj falje xhamat, më bëjnë halal. Me nalë që ndodhin këto zhurmët, me poshtë, këtë dhe vadi emrat edhe mbi emrat, se zakonisht janë talebet e mi, po shtirem sikur nuk e diktoj. Pizani e diktoj kush flet, apo? Për qatë nëse ka dhe një problem, thëni di kalzoj hoxhës. Këtë mehabetin e kemi ndrua, kemi bo muhabet, dhe kemi këthy kuptimin si kur ka të bëjë me bisedë, dhe tash di bura të mdhej, themi a kemi muhabet, apo. Ama para kur janë martu njerët, edhe sot, si themi, Allah i vadhasht muhabetin, apo. Muhabet do më thënë dashni. Burr e grua të kenë dashuri, ta duan janë i qetrin, dhe ta duan deri në vdekje, jo mas disa viteve mapa të ndrojnë njetet, ndrojnë edhe sytë edhe shikimet, Allah i na rujt. Allah i na rujt, ja Rabi, hatri i këtij Ramazanit, njerë uzona neve burave, ja Rabi. Uzona neve burave, sot folqa me një dashamir, ndoshta është edhe në xhami. E pyeta ka dalish? Tha hoxha, tash si shumica e trive, lujmë gurës tha me një kafe. Nëse nuk tham se është mirë, se vap, ajo qetër po. Tha sa dal dhe kundi tjetër e ne ta tradhtoj gruan, ma mirë tha të luj gurës që të gjithë natë. Elhamdulillah, elhamdulillah.
Për çat edhe këto vende ku do dalim ne të posamartuarit apo hiç të martuar që s'jemi. Po mo ashtu vakti ka ardhur, ndoshta duhet themi ne për ato që janë ka 50 vjet të martuar, aman të ruhemi ku dalim o xhamat. Të ruhemi, të kemi kujdes. Çka nuk më gjë. Mirë po, si tham, nuk dhe nënçmojmë atë tjetrin. Nëse ngjëm një gabim ka bërë dikushi, nënçmim s'ka se pejgamberi ka thënë, një musliman, nëse nënçmon një musliman tjetër për shkak të një mëkati, Sheferizi ligjë ka bë, nuk vdes pa i ndodh e njëjta edhe atij. E tash neve nëse i frikemi këtyne gabimeve në jetë, atëherë kur ngjojmë kësi rasti, me njerë do themi subhanallah, Allah i na rujt, Allah i udhëzoft të gjithë. Po, muhabet apo. Në tash di burra në 13 vitit thonë a kemi muhabet. Hin kafe njëri 100 burra, a keni muhabet apo. Ky e vend dashni. Shkronja e tretë, dad, Ramadan apo dad referohet në kuptimin e damanullah, daman. Allahu Teala këtë muaj të merr në garancë. Edhe e shifni xhamat se si na shkojnë ditët apo. Sa mirë na shkojnë, këtë bereqet, këtë lumturi. Derisa mundohemi të japim hakun Ramazanit. Për t'ia dhënë s'u japim. Pak mundohesh të angazhohesh, Allahu Teala të merr në garancën e tij. Ma pa vjen një elif aty, Ramadan. Ulemat kanë thënë kjo e simbolizon një shkron me hemze që do filloje ulfet. Edhe kësi emra kena pas. Ulfet. Ulfet do thot ngrohtësi. Ne në qytet pak me y e kemi bërë, ulfet ma papin y u bo. I ilfet e në ma, aj ma mirë t'ja vëndoj emnin Kristiano gjallit. Po qashtu se devjoj emnin. Kompleksohemi pastaj. Ulfet do thot ngrohtësi. Që në Ramazan, po, çdo herë zemrat në rinë më të ngrohura ndaj ibadetit. Dhe shkronja e fundit që është nun, simbolizon nurullah, nurin e Allahut Gjelle Gjelalu. Dhe ajo reflekton në zemër, brenda viti, një yatsi ndoshta së ne falim, apo edhe ne që e falim, sa herë themi, yatsi ne kom lënë pa fal, 13 rekate, kush di fale? Në Ramazan 33 rekate me gjithë qef edhe çdo natë e bëjmë, që reflekton e nuri Allah në zemër ma te për këtë muaj. Disa ulema kanë thënë, komplet fjala Ramadan nuk dhe ndajmë që në shkronja, po është një prej emrave të Allahu Dhul Gjelal. Prandaj thuhet shehru Ramadan, si me thënë muaj i Allahut, shehru Ramadan, me thënë muaj i Ramadanit, pra një prej emrave të Allahut, Ramadani atër këtu e ka kuptimin e Allahut. Si me thënë Abdullah, robi Allahut, shehru Ramadan, muaj i Allahut. Gjafer e Sadiku, rahimahullahu ta'ala, tregon nga prindët e vetë. Do me thënë nga babalarët dhe nga gjyshrit e vetë. Kush kanë qenë këto? Familja e Ebu Bekër e Sidikut radiallahu anhu. Pejgamberi a.s. ka thënë shehru Ramadan, shehrullah. Muaj Ramadanit është muaj Allahu Dhul Gjelal. Dhe Enes ibn Maliku, që është një sahabi i ndershëm, ka thënë kështu: e kam dëgju pejgamberin a.s. se na thoshte, mos thuajni vetëm erdhi Ramazani, erdhi Ramadani. Po, në gjithë një këtë, një lloj si kalon në Kur'an, shehru Ramadan, muaj i Ramazanit. Apo, mos themi erdhi Ramadani se ma pa mendosh se erdhi shoku i klasës, apo shoku i kafes. Disa dietar tjerë kanë thënë kështu: vjen nga rënja Rameda, folja e kohës së kaluar me 3 shkronja. Rameda do thot diçka e nxeft, kur nxefet diçka shumë. E ulemat kanë thënë shkaku se i djeg gjunafet muaj Ramadan, i shkatron gjunafet, prandaj ja kanë dhënë emrin Ramadan, nga rënja Rameda, diçka që djeg. Inshallah edhe neve të na digjen mëkatet, të dalim për Bajram 0-0 me lejen e Allahut. Kështu ka ardhur rivajeti nga pejgamberi alayhis salam. Disa dietar tjerë kanë thënë se zemrat rrinë më të ngrohura çat parës që e tha. Dhe i pranojnë makollaj mau'iza, i pranojnë makollaj këshillat, derset, dhe rrinë më shpesh në mendime të thella. Zemra me atë ngrohtësi që e ka, e kujton më shpesh ahiretin, prej këtu e merr muaj Ramadan këtë emër. Ngrohen zemrat, përvlohen zemrat me derse. Allahu gjithve u bëf nasib këtë ta shijojnë. Disa prej atyre e kanë shiju këtë.
Ama disa thamë, apo? Disa thamë. Ai që e shijon këtë ngrohtësi të dersit, vjen pisa dakikën e parë, pisa sekondën e parë. Ne tjera që halasën e shijon, që kësha të na shkojë životi. Allahu gjithve na i hap zemrat. Pyetni ata që çdo javë vrapojnë mexhlis pas mexhlisi, derset e hoxhallarëve që nuk i lanë, ose sidomos kur e zgjedh një hoxh në jetën e tij, në ta në jetën nuk ja ka lënë asnjë ders. Kemi raste plot të pleqjve tonë, hoxhallarët kanë bajt derse një javë, ndoshta 2-3 herë. Minimum javët një herë kanë bajt derse, nuk e kanë për derset e xhumas, apo derset e teravih xhamat. Kto atë flasim kështu sinqerisht, Ramazan, zemrat e ngrohta, s'janë derse këto xhamat. Ne këtu bëjmë muhabet. Si në shtëpi tënde apo. Bësh muhabet me gruan, vrapon pi aty ai vogli, hin baba, del gjali, hin nana, i bie çajet. Çashtu ndodh edhe këtu. Ders është, hoxhat vije i fundit, xhamatit vije i pari. E në modë dhe ngjojmë kështu si me fol pejgamberi alayhis salatu wassalam. E pse s'ne arritëm neve këtë nivel, që kështu vazhdojmë tash. Pa derse nuk shkon xhamat. Dersi ta ushqen dinin, ta ushqen imanin, ta ushqen zemrën. Prandaj nuk ndodhin ndryshime në jetën tonë. Se nuk mësohemi ne të ngjojmë derse. Allahu fëmijëve tonë va bëf nasip ngjojnë derse. Amin. Çështja e teravis diskutohet, gratë, a është halal të dalin teravih të falin. Me i hap qitape xhamat e dini çka thot. Për gratë është më sevap të falen në shtëpia, dihet apo. Bile thot hadithi i pejgamberit në dhomën e saj, aty me një qosh. Se gruaja gjëja elementare për atë është të jetë e mqeft. Ajo është namusi i dëkujt. E tash ulemat kanë thënë derisa duhet dale pi shtëpia të ecë deri në xhamit e derat e ele nëse janë beqare, strikt nuk duhet me dalë. Këta e dini pi kujt e kam. Në për qitape po se po. Ali Efendi Metushe, stërgjyshe kom pas. Disa ndoshta edhe e keni mbri. Nimeti Islam e ka lexuar një kitab në Ramazan. Aty kalon se strikt është haram vajza beqare që është e re të dalë në xhami të falet teravih ose namaz me xhamat. Vetëm me një kusht. Nëse do vije të ngjoje ders, se e ka obligim më shumë se sa truhet, e ka obligim të ashtoje dijen fetare. Ku do të mësoje gjinafja? Haj neve e kemi xhuma, e kemi bajramin, dalish në kafe me hoxhën. Ato çka do bëjnë gjinafe? Gjithë ditë në shtëpi. E në telefon, TikTok, Instagram, atë e këtë. Mapa, gruaja jeme, nana ime, i ngatrojnë ditët kur do nisë agjerimin e Ramazanit. A unë e paramendoj këtë. Pse pin internetin mësë nëzojat? Vetëm, prandaj hapen dyert e xhamive në teravih. Duhet vinë, pin dakikën e parë, të ngjojnë ders, të ashtojmë dijen e sheriatit, se për ndryshe vallaj kot. Që? Muaj Ramazan, se ngrohen zemrat, ato zemra përvlohen me derse, thot ky dietar, marrin mësime, marrin këshilla, nuk e shikojnë sahatin, nuk mërziten, e ne, mapa, e ndryshojnë jetën e tyre fetare. Apo Imam Khalil, dosti i Allahut, ky ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj të lugatit të gjuhës. Thot rënjën e ka prap nga fjala ramd, mirë po e ka kuptimin e shiut që bie në vjeshtë. Prandaj dhe muaj Ramadan, njëtë si shiu i vjeshtës që e lan tokën, qashtu edhe muaj Ramadan e lan trupin nga gjunafet dhe pastron zemrën nga njetet e këqija. Allahu gjithve në e bëf nasib këtë. Një pej tabiinve, jemi ka fundim, duket e një minuti. Një pej tabiinve, Atije ibn Esvet, e ka pyet Ibn Abbasin radiallahu anhuma. E thot, kam ranë në një dyshim, shif tu lezu Kur'an, thot, ama ju dyshim kështu atë besoja jo. Po thot, së ne gjej përgjigjen. Allahu Ta'ala në Kur'an thot, neve këtë Kur'an e kemi zdrip në një natë të shenjtë, si është natë e Kadrit. A thua vallë, Kur'ani nuk ka zdrip as pak muaj tjera apo ditë tjera. Ndërsa me një ajet tjetër, Allahu Ta'ala kështu thot, ve Kur'anen faraqnahu li taqra'u 'ala an-nasi 'ala mukthin. Ve Kur'anen neve e kemi zdrip këtë Kur'an, faraqnahu atë e kemi ndar, pse li taqra'uhu 'ala an-nas, që t'ja lexosh njerëzve 'ala mukthin, me pauza, me ndërprerje. E tash as breti për një natën e Kadrit që themi në Ramazan,
edhe pram dersi ishte, apo një prej veçorive të Ramazanit ishte se ka zdrip Kur'ani në këtë muaj. Tash, si? A për një natë zbriti këtë? A ne e dim se 23 vjet pejgamberi a.s. në çdo rast që i ka ndodhur, me lejen e Allahut, apo e lexon një ajet kuranor. Tash si japim xhevapin? Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ma thot, Kur'ani Kerimi ka zbrit gjumleten vahideten, me një zbritje të plot, nga leuhi mahfudhi, aty ku është dija e Allahut dhe që s'ka fund ajo. Leuhi mahfudh janë këtë gjërat e shkruara, këtë gjërat që kanë ndodhur dhe do të ndodhin, e një për aty në pësë është edhe shpallja e Kur'ani Kerimit, thot, me një zbritje të plot ka zbrit nga leuhi mahfudhi në qiellin e kësaj dynjas, në Beitul Izze. Pastaj për aty, Gjibrili a.s. e merr një kuptim, dhe kjo jo kështu si liber me fletushka, apo. Kjo me kuptime, me lafzet e Kur'anit, me manajat e Kur'anit, ka zbrit nga leuhi mahfudhi në qiellin e dynjas. Për aty Gjibrili a.s. i merr ato kuptime dhe ja reciton pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, ai sahabët, familjeve të veta, dikush e ka shkruajt dhe deri sot që kështu na erdhi ki Kur'an. Daud ibn Ebi Hindi thot, e kam pyet Imam Sha'biun, një prej tabiinëve të mëdhenj, nga nxënësit e Hazreti Aliut, më tepër edhe Ibn Mes'udit, në Kufe ka jetu. Në Kufe. Thot, Allahu Teala në Kur'an thot, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji Ramazanit në të cilin është shpallur Kur'ani. I thot Imam Sha'biut ky, Daudi i thot Imam Sha'biut. Thot, a nuk ka zdrip edhe në stinët tjera apo në muajt tjera të vitit? A i thot, sigurisht që po, mirë po Gjibrili a.s. vinte në Ramazan dhe a lexonte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe njerë nga fillimi deri në fund Kur'anin. Dhe kjo ka ndodhur po thoj në çdo Ramazan. Derisa në Ramazanin e fundit ja recitoi çka këto ajete që i kemi sot në Kur'an. E në mund të hasni tema interesante në internet. Mos hyni me gjema në internet. Gjema u thëmë këtine trive. Pletësie si nuk din edhe shumë mirë të i përdorim. Mos e mëso fen nga interneti o lësh. Dhe dalje dhe kush dhe të those, ka pas do ajete qera në Kur'an që sot nuk i kije, të i të dhush, mësh beti o shkav i keq, realitet është. Pejgamberi ka thënë hiqni mo këto ajete. E taj dhe e shajshat njeri që dhe të those hiqni këto ajete, në fakt ai është pejgamberi a.s. Mos hym në internet. A jemi të interesuar, dhim xhami, ja hoxhallarë këtu jemi, kur kemi inshallah vullnet sen, derse mund të bajmë deri në sabah. Vetëm puna xhamatit i dije këto mesele, tamam. Kësa i thujnë nasikh edhe mensukh. Thënë, kur abrogohet një ajet, deri disa vite, ka vlet ky ajet, ma pa Allahu Teala ka thënë çazme nuk du ma shumë të vlet dhe pik. A ke çka ti thush Allahu Teala xhellal. Sot me çka tema devijojnë miliona njerëz xhamat. Devijojnë miliona njerëz. Njëci në rinin tonë që devijuan me të falme të ndryshe, me tekbire ndryshe, me pa meshebe, ku e diçka. Tash do fillojmë devijojmë me çka kontekst, me çka kuptime. Si mund Kur'ani të ndryshojë? Olosh, nuk ka ndryshuar. Në fund, Gjibrili a.s. Ramazanin e fundit, kur vjen? Kur ja lexon pejgamberit a.s. Çat Kur'an, çaj Kur'an më sot, është mas asaj nuk ka ndryshuar. A gjatë 23 periudhës 23 vjeçare të pejgamberit donjëherë kanë ndryshuar xhamat dhe sot edhe në Kur'an neve kemi një ajet që ti e lexosh dhe bësh hatme, sot ajo më nuk vlen, është abroguar, me cilën mendon një ajet pak më tutje. Se ne mendojmë se për një natë u shkruajt ajo, jo veloshkë, 23 vjet kanë kaluar për atë Kur'an. Prandaj ka ndodhur një rast për një periudhë të caktuar, Allahu Teala ka thënë se kush zbatonja këtë ligj të themi, më disa viteve e ka ndruar Allahu Teala. Si thot, bën çka të doja, po yef'alu ma yasha. La yus'alu amma yef'al wa hum yus'alun. Ai nuk mund të merret në pyetje çka vepron. Të kundërtën, rrobat e tij do merren në llogari. Mirë xhamat, me këtë mund ta mbarojmë, edhe ezani është në fund, dua të hatme që me të uhidit skemi, po megjithatë Allahu Teala na i bëft kabul ibadetet, Allahu Teala na i pastrov zemrat që këto derse na ngrofen pak zemrat, gjojmë ma shumë derset, na zbuten se vallaj mapa
në përderse, pa në uzbut zemra xhamat, ma pa me gratë kemi problem. E me nanën zdim si cilemi. Në fakt dim ama qenë naze pa prit mas shejtani. Këtu në ders kur e zbusish zemrën, atë ngrohtësi të islamit kur e shijojsh, ma pa ndryshe sillesh edhe me antarët e familjes. Wa akhiru da'wana enilhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.